Është në mesin e 100 prizve fetar më me ndikim në Staten Island të New Yorkut. Tahir Kukaj, i lindur në Trstenik të Drenasit, shërben si kapelan në departamentin e policisë në New Yorkut dhe njëkohësisht është imam në këtë komunitet. E roli i tij në shërbim të komunitetit dhe institucioneve amerikane është goxha i madh. Unë punoj për departamentin e policisë në New Yorkut si kapelan. Është një titull honorary, është nderi që ne japet liderëve spiritual, shpirtënor, qoftë në përkatësi fetare, siç është rasti jam si musliman, po dhe tjerë që kanë përkatësi fetare katolike, ortodokse. Jam edhe imam dhe mbikëqyrës në shkollën shqipe që quhet Miraz Islamic School, shkollë shqiptare. Mbajmë dy hats të ne në Amerikë. Dy përgjegjësi, një ndaj komunitetit tonë shqiptar, tjetër ndaj departamentit të policisë në New York. Kukaj thotë se nuk do të kishte arritur deri këtu pa përkrahjen e komunitetit. Nuk e konsideroj këtë si thjesht një arritje ime personale, unë e konsideroj këtë si arritje përbashkët me komunitetin tim në New York City. Përkrahja e komunitetit shqiptar është aq e madhe, aq e vlerësueshme, se s'besoj se vetë do të kisha arrit, si shqiptari majorit, disa majorëve, jo vetëm këtë korrent, pastaj shqiptari për çështje shpirtënore edhe fetare, edhe vetë komisioneri policisë në New York, pastaj edhe kapelan. E prania e emrit të tij në mesin e 100 prizve fetar në New York e bëri të ndjehet i privilegjuar. Gjatë rrugtimit tim kam arritur që të jem në mesin e 100 figura më me influencë në shtetin New York. Është ndjenjë e kënaqësie shumë e madhe, diçka që nuk mund matën një farë forme me këto parametrat materiale. Mirë po fakti se një imam shqiptar të nisën e imamve me influencë të madhe në qytetin New York, që është qyteti kryesor, jo vetëm Shtetit Bashkuar të Amerikës, mirë po besoj edhe gjithë botën. Kjo është një kënaqësi e madhe. Është edhe përgjegjësi e madhe. Shkolla në të cilën Kukaj është imam është një nga shkollat e para shqiptare dhe islame të pavarura në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për vitin 1999 ne kemi shkollën tonë, quhet Miraj, emri i mrekullisë pejgamberit alayhis salam. Tash si vjet kemi pas 16 gjenerata që kanë kryer gjimnazin të ne. Diploma tonë i lëshon Universitetin New Yorkut. Se nuk ka shkollë nate, nuk ka shkollë fundjavës, pa shkollë e rregullt akademike, që në gjuhën shqipe është e domosdoshme për gjithë ata që vinë në studiojnë mësojnë të jetë. E kjo është realizuar me vizionin e hoxhallarëve, imamëve, po dhe të komunitetit aty. Imami Kukaj së bashku me komunitetin shqiptar bën që dita e pavarësisë së Kosovës të festohet edhe atje.